Të huaj që jetojnë për disa kohësh në Vlorë, por dhe shqiptar që jetojnë jashtë vendit janë bërë bashkë në një aksion për pastrimin e një zone bregdetare pranë Lungomarës. Ata kanë dhënë një shembull për të gjithë qytetarët, duke ju bashkuar një nismë thjesht vullnetare për të mbajtur pastër qytetin, bregdetin dhe detin. Krenari dhe Rafaela janë shqiptar që jetojnë jashtë vendit, por gjatë qëndrimit të tyre në Vlorë nuk mund të qëndronin pasiv. Ata ju bashkuan pa hezitim nismës vullnetare për një qytet më të pastër. Më quajnë Krenar Kondo. Jeni? Jam me dëm babadem në Vlora, po një pjesë jeton në Itali dhe një pjesë jeton në Shqipëri. Erdhëm vullnetarisht dhe pam që këtu është se ne deti ato që hedh ti kthem mbrapsh. Edhe detin e kthem mbrapsh ne do t'i heqim tani. Vullnetarisht. Nuk asnjë janë. Thjesht e bë bashkë, jo bashkë, rastësisht jam bër bashkë. Pam njëri tjetrin. Ka tuaj, jam amerikan, ja që erdhë të tjerë tani, erdha e vajza me qenë. Erdhi një djalë tjetër, e ky djali këtu, erdhi tani dhe u bëm një grup tani. Ja, shiko vet ato, çka kemi bërë atje. Jo, jetoj jashtë, jetoj në Egjipt, po kam ardhur vetëm sa për letra këtu, edhe rastësisht po bëja një xhiro dhe gjej këta kanë një faqe në Facebook. Edhe po mblidhin ato të Vlorës, se neve jetojmë këtu, amerikanë janë, po edhe thanë duan ta gjejnë të pastër Vlorën. Edhe pyeta që mund të ndihmoj, thanë, "Okej, kanë bler ato bagat e tyre, kanë bler doreze, kanë të gjitha aty, kushdo, po rastësisht. Edhe pastaj erdhi dhe ai. Jo, në faktikisht ajo është më mirë, po deti duhet të jetë më i pastër gjithmonë. Për kafshët e detit, për peshkut, për neve. Duhet ta mbajmë sa më mirë. Vlora është fantastike. Josh, Grek dhe disa amerikanë të tjerë jetojnë prej kohësh në Vlorë. Ata shprehen se duan shumë këtë vend, një qytet ku natyra ka farur bukuri të shumta, por sipas tyre, pastërtia është vlera që jep më shumë rëndësi çdo destinacioni. Ndaj në mënyrë krejt vullnetare ka nisur një aksion pastrimi për gjatë vijës bregdetare. USA, America, yeah, North Carolina. Yeah. Atë, po pastroni vullnetarisht? Po, unë I gjeta në faktikisht këtu. What are you all doing? Why are you We're doing just coming that? and cleaning up all from the debris from Washington, just trying to keep Vlora clean because we live here and we like it, to be clean. Thonë që duan ta pëlqejnë shumë Vlorën, të jetojnë këtu dhe duan të gjejnë më të pastër, prandaj ata doni ta pastronin, domethënë. Yeah. It's a beautiful town, so we want to show that we're clean, helping out, and then getting other people to join to help. Është vend shumë I bukur thotë, edhe doni ta gjeni më të pastër, edhe janë shumë domethënë të gëzuar që të bëjnë edhe njerëzit të tjerë si pastrojnë atave. Ju jetoni këtu? You You're are living living here? Yes, I live here in Vlora. Yeah, I live here since November. We came in November from USA, North Carolina, and we live here right up the street. And so we see this every day, and so we try to go around and clean up and just pick up trash here, Old Beach, down by the tunnel, the pier, everywhere we can, yeah. Okej. Ai jeton këtu, ka domethënë që në 11, ka jetuar këtu dhe është shumë I gëzuar, edhe shikon ditë për ditë që ka këto gjërat këtu në tek deti. Dorin çdo ditë. Edhe filloi domethënë që ta pastroj. Okay. Your name? Josh. Josh. Yes. Okay, thank you very much. Yoshi. US. From the United States, yes. Jam Greg, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, jetoj prej pak kohësh këtu në Vlorë, vendi është fantastik dhe më pëlqen shumë. Këtu sot kemi ndërhyrë për të pastruar zonën, është shumë e rëndësishme që bregdeti të jetë I pastër në një ambient të bukur të qytetit. Jemi krejt rastësisht këtu. Pam këtë situatë dhe vendosëm vullnetarisht për të ndërhyrë për ta pastruar. My name is Greg. Thank you, Greg. I'm from Missouri, USA. Unë jam nga Missouri, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam pak kohë këtu që jetoj në qytetin e Vlorës. Jemi fare rastësisht dhe po pastrojmë vendin. Është një qytet shumë I bukur, Vlora ndaj dhe duhet të pastrohet. Ne jemi këtu vullnetarisht për të pastruar. I've been here since June and I'm getting ready to work on my resume. Një nismë që tregon se Vlora meriton më shumë vëmendje, një shembull që vjen nga të huajt, por që përcjell një mesazh të qartë. Pastrimi duhet të jetë pjesë e përditshmërisë sonë.